nuk janë të pak njerëz edhe në rrjetet sociale, në komente publike, duke ju thënë ju, mbas edhe të tjerëve të ngjashëm, si bashkëpunëtor Serbisë, si pjesë luftës hibride kundër Republikës Kosovës. Si përgjigjeni? Që kushtë? Këtyre... Si bashkëpunëtor Serbisë? Po, pjesë luftës hibride, këto bashkëpunëtori listës serbe. S'po do në talon zotin Kurti ta shtrisë sovranitetin, të flasë kështu e kështu me radhë. Paguhen bre? Gjanë neveritëse për ju? Pse nuk pareni t'i bini, çka du të bëni me shumë që edhe atë komunitet t'a bini? Nëse paguhet nuk ka mundësi. Nëse nuk paguhet, nuk ka mundësi me rieduku. Është fascinu me qatë lloj mendime. A kena edhe historikisht e kena pas fashizmin, nacizmin, nuk pi konsideroj si të njëjta. Po nuk mundet mu rieduku një popull i tërë pa e rieduku historia. Kur ai njeri që flet nëse në Kosovë, se nëse është jashtë është tjetër mohabet. Nëse vjen në Kosovë, edhe nuk ka kush me ia dhon infuzionin, ka me prit në emergjencë, atëherë kupton çka ka bë. Unë nuk muj me rieduku një për një ndikon, të riedukon jeta. Edhe mu, edhe ty, edhe krejtëve. Për ata nuk merrna me komente. Edhe nëse më thojnë Hera Dojqiqit ose si presidentja, si kryeministja e Serbisë, ma bojnë shumë, edhe tjerëve, jo veç mu. Po nuk është puna jam, më morë me të gjëra. Unë e thëmë atë çka di për gjëra teknike për të vërtetën.